Këtu, deri tani, a mund të goditemi edhe ne për shkak se këtu tek ne janë streuar 3500 mujahedin? Unë mendoj që probabiliteti që ne të pësojmë një goditje drejt për drejt nga Irani, e cila është e atribueshme ndaj Iranit, janë shumë të ulta. Në fund të ditës unë mendoj që Irani është një aktor tepër racional në vendimarrjen e tij dhe shikojmë edhe në mënyrën se si ka reaguar në rajon. Një nga arsyet pse dhe arsyeja primare është sepse një sulmi drejt për drejt me raketat balistike, jo domosdoshmërisht ndërkontinentale në këtë rast, po për shembull raketat Kajbar, të cilat mund të arrijnë deri në 3000 kilometra dhe të arrijnë pak a shumë Shqipërinë. E para njërë do të ishte e pa precedent për shkallën e dëmtimit që bëhet ndaj një infrastrukture civile. E dyta do të mund të legjitimon të aktivizimin e artikullit 5 për Shqipërinë dhe kjo më pas të jepte një justifikim edhe në arenë ndërkombëtare, por edhe për opinionin publik amerikan, Shtetet Bashkuara të Amerikës, që këtë konflikt ta vazhdonin dhe mëtej duke avancuar edhe përshpejtuar në një farë mënyre interesat e tyre strategjik për rrëzimin e atij regjimi. Së treti do të rrezonte kredibilitetin e regjimit edhe ndërkombëtarisht, pra një goditje e tillë në një vend i cili nuk është drejtpërdrejt drejti i përfshirë dhe aq më tepër që Shqipëria e shikon strehimin e Mekut në vendin tonë si një operacion jetë shpëtues, pra mbrojtjen e një grupi njerëzish të cilët ishin të diskriminuar, të persekutuar deri në vdekje nga ai regjim që aktualisht drejton Iranin. Dhe do thoya këto janë arsyet kryesore. Nëse një gjë e tillë do të ndodhte që, siç e thash, ka një probabilitet shumë të ulët, prandaj do ishte mirë që edhe ne të qetësoheshim. Dy skenare mund të ndodhin. E para, pikë së pari do ishte që aktivizohet artikulli 5, ndoshta edhe me një në varësi i NATO-s, sakt. Ndoshta edhe me një shtys nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që do të kishte një interes për ta bërë këtë gjë, ose alternativa tjetër është do të shikonim në një nga ata zyrtarët e lartë Amerikan të ulej në aeroport për 5 minuta dhe ti udhëzonte, po e themi në thonjza qeverisë tonë që të mos e kërkonte një aktivizim të artikullit 5, sepse NATO nuk ka oreks për një konflikt të tillë dhe kur themi NATO duhet kuptojmë Amerika. Pra në varësi të sa e shikon të rëndësishme Shtetet Bashkuara të Amerikës për fshirje në konfliktin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në mënyrë agresive ushtarake me angazhimin e NATO-s. Zoti Lita, ju përveç se jeni gazetar, keni punuar edhe në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në